Tom Doshi po investon fort në këtë zgjedhje për të marrë me vete ato struktura elektorale socialiste që kanë ekzistuar jashtë organizatave partijake në territor, duke qenë ndihmëse si forca speciale, struktura që janë njohur ndër vite për të tërhequr ato pjesë të elektoratit ose më mirë të personazheve në territor që bëjnë të ditur se janë aty ditën e zgjedhjeve duke ushtruar presion mbi zgjedhësit e duke menaxhuar më pas punën e errët të natës. Bëhet fjalë për struktura që janë akuzuar si pjesa e nëntokës dhe që kanë ndikuar në çdo proces. Këto janë grupet e të fortëve, por edhe të ashtu quajturat struktura paralele, kryesisht rurale, që udhëhiqen nga kryepleqt. Një strukturë e spostuar prej kohësh nga ligji i reformës administrative. Por, edhe pse ligji prej vitit 2015 nuk i parashikon më kryepleqt, në realitet ata qëndruan kryesisht në zona me bazë rurale, madje jo vetëm në fshatra, por edhe qytete të mëdha si Tirana. Këta kryepleqt madje e kanë vijuar të kenë të drejtën jashtë ligjore të siglonin shkresat e vjetra për konfirmimin territorial të një prone. Siglim që nuk ishte edhe nuk ka asnjë fuqi ligjore, por duke qenë njerëz me influencë të pushtetit e kanë bërë kundrejt pagesës për vite e vite. Kryepleqt janë kryesisht njerëz të fortë në territor me lidhje tribale, zakonisht edhe kriminale, që kanë imponuar politikën e cila e ka pranuar për kollajllëk të strukturë. Pasi nuk ka preferuar një marrëdhënie me njerëzit të cilët jo thjesht kanë hallaj që kërkojnë zgjidhje, por nuk janë ngaripa si kryepleqt që japin rishfet. Ndaj të deleguarit, deputetët ju kanë dhënë pushtet, madje më të madh se militantët, duke i punësuar familjare pasues. Këto pazarxhinj janë kthyer ndër vite në problematikët e moszgjidhjes së ngërçit pronave dhe legalizimeve, pasi kërkonin plaçk për vete e për pushtetarët. E zullumi i trashur ka sjellë një situatë ku sot besueshmëria e tyre ka rënë dhe ka nisur të shesin influenca politike. I pari që ka vënë kurth në harabelat e kryepleqve ka qenë Tom Doshi, i cili mësohet se i ka ofruar edhe para, edhe pse e di se forca e tyre elektorale është 5 me hiç. Toma në këtë rast shpreson të mos jetë hiç, po pak afër pesës. Situata ka pasur një zhvillim dhe PS ka marrë feedback nga antarësia se nuk i duan kryepleqt, ndaj ka gjuajtur Toman, Kashari, Zberisht, Vaçar, Fark, Kamës, Dajt, Vore, zona të tjera rurale. Natyrisht me lejen e Ramës, i cili e ka vërtetuar se vota e tyre do t'i kthej kundër elektoratin historik të PS-s. Ndaj edhe në Shkodër, PS do votoj kundër PS-s dhe u bashkua me PD-n për të treguar se janë grupi më i fortë, që në fakt e kanë bërë me lejen e Edi Ramës për të prodhuar mandate anti-PS për partinë e Tom Doshit, i cili duket qartë që është i shqetësuar se s'pak do të nisë çështje ndaj tij, pikërisht për këtë edhe duke qenë nën ngrata nga SBA dhe Britania, ka kandiduar zyrtarisht, kandidaturë e cila ende nuk është certifikuar.